Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm FIR ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim shtetasin IM, i akuzuar për veprën penale pornografia, parashikuar nga paragrafi i 2 i nenit 117 të Kodit Penal. Sipas hetimeve të nisura mbi bazën e referimit nga Drejtoria e Heptimit të Krimeve Kibernetike, i pandehuri kishte në llogaritë e tij në platforma të ndryshme si mobile streaming, TikTok dhe Pinterest.com, gjithsej 111 materiale foto dhe video me përmbajtje abuzive seksuale me të mitur. Me vendim gjykate, u krye kontrolli personal dhe i banesës së të dyshuarit, si dhe u sekuestruan 2 aparate celular smartphone. Nga ekspertiza tekniko-kompjuterike e pajisjeve, u zbuluan 30 video dhe 125 imazhe me përmbajtje pornografike me të mitur, kryesisht të shkarkuara nga aplikacioni Telegram. Një pjesë e konsiderueshme e materialeve përfshinte fëmijë në moshë të prezumuar 10-12 vjeç. Sipas hetimit, materialet ishin ruajtur në pajisje përmes komunikimeve chat, navigimit në internet dhe imazheve të fiksuara direkt nga ekrani i celularit. Çështja i kaloi gjykatës për shqyrtim të mëtejshëm.